Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje kudo që na ndiqni, mirë mbrëma. Kam të thuar një musafire të veçantë, jo të rëndom që gravitojnë, marrin pjesë në këtë studio. Nuk do të flasim sonte për politikë, për molisjen, mbase që po i shkakton shoqërisë kosovare. Politika duke mbajtur vendet të bllokuar me mungesë zgjidhje ta zëmet temën e presidentit. Flasim me një antropologe të njohur për gjithë publikun shqiptar, jo vetëm të Kosovës, kudo që ndodhet ai në rajonin Mërgat, me antropologen e njohur amerikane Janet Reinek, e cila që prej vitit 1980 kur ka shkelur për herë të parë Kosovën në kërkim të gjetjeve për studimet e saj të masterit dhe me vonë të doktoraturës, më nuk është shkputur asnjëherë nga Kosova, dhe ajo e përjeton Kosovën thuajse si gjithë ne, mjedisin kulturor, traditat, folklorin, sjelljet e njerëzve. Sfidat, përshëndetje. Faleminderit për kohën, zonja Reinek, që jemi mu sot. Je shumë e njohur te publiku, me rrëfime ndryshme, me atë që të ka tërheq për thënë Kosovë, që nga koha kur ke marrë studimet në Shtetet Bashkuara, në Kaliforni atje, ka ardhur me mbështetje, me Fulbright, me master, dhe ke zgjedhur Kosovën. Në fakt e ke parë gjithë Ballkanin, por je fokusuar në Kosovë. Do doja fillimisht një krahasim për ta bërë. Qysh e ka gjetë zonja Janet Kosovën atyre viteve me Kosovën sot, të vitit 2026. Ka dal. Mas pari duhet me thonë që kur kam shku në për Ballkane, se ka qëndash kam qenë detyruar me gjetë temën e magistraturën. Edhe me gjetë dikon me jetu e me studiuaj, kam shku në Bullgari, Romani, Hungari, Montenegro, Malezi, Serbi, krejt vende. Kur kam shku në për dasma, se zakonisht kam shku në dasma, se aty shihet krejt kulturë me një ditë, edhe krejt po dalen. E po si kulturor. Ja, është pik kulturor në qëto vend. E qëto vend po pinë të atëherë, vitet, ato ka qenë vitet 70, no. Njerëz kanë pi shumë, kanë qenë pit njerëz, burat në përdasma, edhe kur ka marrë në Kosovë ka qenë krejt më ndryshe, se njerëz kanë pi, edhe kanë qenë shumë ma vetëdijshëm, edhe shumë ma serioze, ma but, ma krejt tjetër sjellje se krejt tjera njerëz në Ballkan. Do thëtë Kosova, kur si kam thonë që ta në intervisteve, për një me ajo ka qenë faktor, se kur njerëz janë, unë jem rrit me një familje që s'kemi pi, qështu i kemi edhe atë, unë kam gjyshe katunar në Amerikë, prej Nebraska, do thëtë ata kanë qenë, teetotalers, po thojmë, që s'kan pi, nese, alkohol. Edhe kur s'kam folë për që ta, po, edhe me ka dha një përshtypje shumë thellë kur e jam ardhur në Kosovë, kam pa njerëz shumë tjetër disponim, totalisht, se edhe krejt i lidhëm me traditet vjetra, me sofra, me mikpritje, me shilte, me familje madhe, krejt ato elemente me ka tërhek. Edhe shpesh herë njerëz po pysin çka po lyp ti në Kosovë, pse je këtu? Pse ke ardhur tash prej Amerikës me jetu këtu? Edhe është e pashpjegueshme me një anë. Nuk është një ndjenje që une para një javë kam qenë në Hantelezit për një festival, grupi jam World Dance, kemi vallëzu atje dhe kam ullë në tokë aty në parking, jashtë teatrit, derisa ka zhvillu folklor. Kam ullë aty me një grupë vulkani i Stogut. Burat, qikat, gratë, kanë ullë atje dhe kanë qenë të i bo një foto, grupit, thash, hajde se kanë pas qiftelizur la krejt, thash, hajde po bojmë pak muzikë. E aty në parking, jemi ullë aty, në asfalt, edhe kanë nisë me knu me qifteli, me një farë ngrotësie në burat, në moshën tonë, për shembull. Edhe thash, this is why I'm in Kosovo. I don't know çka është këtë melos kjo ndjenje, ato njerëz kanë qenë plot
plot dashuri ndaj kulturës së tyre, edhe unë jam fyt, unë kam një ato edhe jam, I don't know, ma ka komuniku në gjakun tem në eshin atë. E për pyetje jote, do të qysh ka qenë për para dhe tash, unë jam pak romantike, do thotë unë hala e kam qatë gjenje qysh ka qenë atër, edhe qatë moment në Eleshan me ka dhez qatë gjenje. Ka një herë, tash para disa ditë kam qenë një snitch, kemi qenë me një disa kula të vjetra, sidomos një kule Ose kuka. Os dotaj, katër... Os dautaj, po. Os dautaj, katër kache, edhe kemi najt aty nod, edhe opet kam pas qatë djenje, qysh ka qenë, kemi folë për qysh ka qenë për parë me familje me 30-40 antarë. Të ka këthyrë në korat e atyre viteve. Ma fizikisht me ka këthyrë, qatë bised me ka këthyrë në qatë mentalitet, kur njerëz kanë pas krejt tjetër botë kuptim, njerëz kanë jetu për njeri tjetërën. E tash ju jeni kalu në botë modern, si në Evropë, si në Amerikë, ju jetoni, ju mundeni, për shembull, ju mundeni sot me shku me punu në Angli, ose në Francë, në Amerikë, edhe gjindet tamam, normal. Po, me që ato vjen edhe koncentrim për vetë-vetin, do të interesim ma shumë për vetë-vetin. Për para ka qenë, që kam vrejt shumë që ato vitet të dhe kur jam ardhë për Amerikës, ku jam mësu me këshirë për vetë-vetin edhe me përparu. Ju keni antropologë, fush e juaja e studimit ka qenë sjellja njerëzve, kategori të ndryshme atë antropologi. Family structure, like qysh organizohet jeta, do thot qatër zoti shtëpis ka urdhru burat, qka keni me bo nesër, si corporation, si kompani ka qenë, familja, si corporation, edhe sa ma fort kanë mujt me kontrolu antarët familjes, sa kanë qfaq një portret e fuqishme kur ka qenë, vitet në të kaluarën kur ka qenë shumë rëndësime ka zu që jeni një familje fort kundër anë miqve, kur ka qenë gjakmarje, ka qenë ligji, kur kanuni ka qenë ligji. So, ka trogat hala aty, po fundamentalisht tash jeni një shoqëri modern, plotësisht, edhe ka shumë sendet mira tash në Kosovë, do thot njerëz kanë përparu shumë, gratë kanë përparu shumë, hala ka ku me shku në qatë aspekt, po kur unë kam jetu edhe në vitin 90, kur kemi punu në viti, qikët nuk kanë qenë të shku në shkollë të mesme, për shkak situatës, po edhe njerëz janë këthyr në adetet, në mentalitetin vjetër, me mbrojt vetin qka po ndodhet dhe rreth vetin në vitin 90, edhe luft po vjen, edhe njerëz kanë qenë shumë në okupimi edhe probleme gjithanç, edhe do thot edhe sot me për shembull në upoj ku punoj, sidomos jetojnë në qatë forme e vjetër në upoj, se gratë janë hala brenda 4 murë, ose kanë shku jashtë, ose kanë shku në Prizren, ose Prishtinë, ose jashtë, ose jetojnë brenda shtëpis, sepse një arsyre është që moderniteti ka ardhur shumë shpejt, edhe shumë ashpër, do të njerëz kanë shku për shembull në qatë region, janë të jetu jashtë, edhe kanë pru qatë botë kultin krejt anësjeltës që ka pas për pare, edhe njerëz, they retreat into the past, do thot e gjenë një farë shtrehi në të kaluaren. Bile dissertacion, doktoratin ka qenë, that was the title, The Past as Refuge. Të kaluaren si strehi, is that, yeah. So anyway, I'm sort of rambling all over the place, but... Interesante, qka gjetët e shqiptare si antropologe në vitet 80-ta që nuk e pa të popujt e tjerë që kishe vizituar në Balkan? Po që ato që kam thënë, ama qëtë forma, me sofra, me shirë të qëtë forme, se ato janë simbole, sofër, shkam, ato se në... Simbolet e një jetë, një mentalitet krejt ma ndryshe që shkam cek, do thot, mentalitet krejt ka familje, qka je antar të familje, se ajo është roli jytë, krejt roli jytë në jetë më varet prej vjerës, vjerit, So,
So ajo ekziston edhe në Arabia, ma Kosovër, disa herë kur kam dhënë filma të Kosovës në Amerikë në çato vitet edhe kam kazu që jetojnë nëpër katune, njerëz kanë thënë, a është Tunizia? A është Egjipt? Jo, është Kosova. Do thotë, çatë formi jetës ekziston në tjera vende. A o rezultat kjo i perandorisë osmane që ka qëndruar gjatë? Yeah, of course. Cilat simptoma kulturore i ka lënë perandoria osmane sipas jush në Kosovë? Dhe tek popi tjerë ta zëm në rajon. Well, Çfarë keni gjetë? Kuptohet, I think, të gjithë e din që në gjuhën, në ushqim disa sene janë krejt shqiptarëve do thotë janë unik për ju. Fli, për shembull, është një send, është një hamje që është autoktone Kosova. Muzika ka influencë, kuptohet, çdo vend në botë ka influencë të ndryshme. Veç ju keni bo me çiftëli me sharki, edhe me zula tyre, se ju keni zullat më të mëdha në botë. Se zula ekziston prej Kosovës deri në Kinë, me Egjipt, me India, me Kina, ka zula, veç zullat më të mëdha janë në Prizren. Më të mëdha në botë janë në Prizren. Edhe ju keni stilin, do thotë ju keni një ngjashmëri me instrumentet, për shembull, në ato tjera vende, ju keni bo për vetin. Tash muzika ka shumë aspektet të muzikës që ma shumë kanë inkuadru që nuk po qenë heq talava, ka aspekte pak slav, pak rom, pak kafe culture, kafe muzik që unë nuk muj as me dëgju. Edhe në gjuhën shqipe, edhe kur përshkoj në për do vende hotela, kafe, dhe po thëve, që të do muzik shqipe? Ajo shqip, as po nin, shqip janë të këtu, thash, fjallët janë shqipe, muzik nuk është shqip. Do thotë, une, në shumë aspekte të kulturës, ju keni bo definicion, ju keni bo, it's absolute shqip, Edhe gjuhën. Çka kanë unike shqiptarë në aspektin kulturor në raport me, cila është gjëja unike e shqiptarëve në raport me popi tjerë në rajon, që kanë rujt. Që është e tyre, që e kanë rujt edhe nga ndikimi i perandurive, qoftë osmane, qoftë të tjera. Well, hala ju keni... Keni studiu këtë aspekt, e keni patë veçantat? I mean, gjuha është në rend parë, se kjo është identitet, this is vetëm të ju, kuptohet shqip. Edhe më vjen keq kur po nin sheshër po hecë edhe po një fëmi të i folë anglisht, po mdhimet pak, se inshallah po janë të i mësu shqip, se me hup që gjuhën hupin të krejt, Edhe ajo është sen fundamentale të ju. Gjuha është e pare. Edhe një është e pak pa shpjegueshme, ju keni një sjellje, ju keni një lezet, ju keni një farë attitude, një farë sjellje që dalohet ju prej tjerave. Dihet, unë kam qenë tash në New York të djali jam, edhe ditë e para aty kemi hidhen lift, dhe apartmente e djallit, kemi hidhen lift edhe një buri atje, thash, je shqiptar, je kosovar? Po, hajt. E ditë më njëherë, mundesh me ditë më njëherë kush janë shqiptare, kush janë kosovar. Dalohen me tjere. Absolutely, I can feel it. Jetojnë, edhe djalli jem që ka jetu këtu si fëmi, po edhe aj në New York, se ku jeton aj ka shumë shqiptare, edhe aj din më njëherë. Kemi qenë me një restorant greke në Yonkers, në New York. Kam qenë atje, Yonkers. Ja, ku jeton edhe, për shqiptar. Kemi me një restorant greke, edhe djali jem po dhe, this is not Greek, this is Albanian. Kjo është shqipke ka një prej muzikës, prej sjellje e pronarit. So I don't know, it's a little bit subtle, the difference, but është një deeper, më njëherë që ti e shqiptar për më. Yeah, I don't know. Cilat gjëra i kanë konservu, i kanë rujt shqiptarët në sjelljen e tyre, nga ajo që ke ardhur nga vitet e 10, po them, çka kanë rujt shqiptarët nga Well, muj me thonë mi pritje. Çka është transformu, çka është Well, transformimi
politike, ama duhet me hipak atje, se ju keni një farë, ju gjithmonë keni pas identitet fisnore, like, edhe clan, do thot, kjo është familja jonë edhe identitet ka qenë aty, që shkemi të sek. Po tash a identitet me partien është kaq rrepsht, edhe njerëz gjithmonë fajsojnë tjetër parti për krejt probleme që ka Kosova. Edhe ajo prej jashtit kur e këshyr ata, it breaks my heart, po më thënë zemrën, se po shof ju jeni një popull i vogël, ju jeni 1.600.000 sa në Kosovë, është një popull shumë i vogël, e nuk me pas mos pat mundësia me bashku, me gjetë solidaritet mes juve, më vjen shumë keq. Se if a population of that size, më qose një popull në qatë madhësia nuk mundet me gjetë një të përpichen me gjetë solidaritet me njëri tjetër. Mu po më duker kërkur po një që ka po flasni. Avenue e New Yorkut. Një rrugë. Exactly. Një kojshi, një mahal e New Yorkut jeni ju. Si pas jush, qka i bën bashkë shqiptarët e qka i ndonë aspektin antropologjik të sjellje se... Qka është vesi i keq ose i mirë për shqiptarët, si pas jush, që ke po? Ato që kam sek janë, mu po më duke që janë mirë, ju jeni dedikum për familjen, ju jeni gjithmonë e keni djenje shumë atje, edhe po shpesoj që do të mbahen që ata, sa ma zgjatë, problemet janë tash që njërë që janë dedikun familje, gjithë familje është jashtë. Edhe po vizitoni, shkoni, vini, tash është sezon me ata me ardhë, është një mënyrë jetësore, ju jeni mësume qatë, ju me ndoni shumë normal, tash me pas gjithë familje jashtë, une kur po këshyrë për jashtit, po mdhimet shumë, edhe po mdhimet shumë për Gyrbet, se ju jeni të pytë shumë për ndryshime. Për pare Gyrbet ka qenë, se unë kam studiu Gyrbet për doktoratin, do dhe tema im ka qenë rreth Gyrbetit. Qatë herë vitet 80, Bori ka shku vetë, 70-80 vite, Bori ka shku se me mbajt familjen, pik. Edhe ka jetu me 8 tjera burë, kanë hangër buke, pasull, me një banes me 6-8 njerëz, veç qëto dinar, ose qëto Deutschmark, me qytë shpia. Ajo ka qenë krejt, do më thoni e Gybetit që atëherë. E tash është krejt ndryshë, krejt edhe ju që keni luftu për pavarësie, veç me pas pavarësie, tani kemi me pas një jetë. Edhe tash ju keni pavarësi, ju keni krejt që ka keni dasht, edhe veç po shkoni si po lupni me pas një jetë më të mirë për familjen, për fëmijët, me rrit me shëndetësi në rend par më të mirë, edukim më të mirë, kushtet, organizimi jetësor, mos me pas 3 zgjidhje të kryetarit brenda, I don't know how much it's 16 muaj, I don't know, and me shku me një vend ma racionale, me shku në Gjermani, Zvicër, Skandinavia, New York, but do thot është krejt, Gyrbet ju ka tërhek si një forcë që duhet me shku pa tjetër. Qëto di, kur takohë me njerës në rrugë, në shesh, në taksi, dikën, gjithmonë po pisa, kush në familje ka shku jashtë, kush ka dash me najtë këtu. është shumë interesant, se shumë njerës po thënë, jo, une po du me najtë këtu në Kosovë, pa tjetër. Në qose muj, me parin tem, në qose muj mi jetu këtu, po du mi jetu këtu. Atjera po dhe jo, po shkoj, po shkojmë, se ma interesant ma jetë atje, edhe për thmit me pas shëndetësi që shkam thënë, po, so this is a big dilemma, ma është një dilemë eksistenciale. A me jetu këtu, me zhvillu Kosovën, me dhanë edukimin të, me dhanë talentet mija, me dhanë krejt pasunit që kemi mbledh prej jashtit, me dediku krejt që ka mune, me dediku me rritë Kosovën, me zhvillu Kosovën.
Edhe aty, njerëz, do thot ka dy anë që dedikim familjare. Se me një anë është shumë bukur që shpëmbarnë edhe familje të sukseshme në New York ose në Zvicër që mbajnë tamam familje. These are fantastic, fëmijët janë fantastike, nipat mesat, çka po mbrin aty është fantastike. Po, në tjetër anë ju jeni dediku ka shumë e pasoni që nuk jeni të investu në Kosovë. Ajo është pyetje shumë e komplikuar, se varet prej besim në investim në Kosovë për shkak të regjimit, për shkak ekonomike, politike, me serb gjithçka që ju jeni në këtë pozitë njerëz nuk kanë krejt besim me investu këtu. Po unë çka kam hek unë me ju në vitet 80 edhe 90. Edhe tash që keni pavarësi, a mos me luftu çdo familje për armërinë e Kosovës, edhe me thonë, më kanë në depresion se nuk besoj në qeveria. Unë me mujt me najt tash me Ibrahimin, me Rogovën, çka ka ndodhë, se çka ai ka sakrifiku krejt me ndërtu këtë Kosovë ëndër që keni pas, edhe ai me pa tash çka keni bo me këtë qeveria që jeni ka domës, qdo sen, I would, me Rogovën kishë qenë shumë e dimshme. Bet Rugova ta ka përmendur në një kohë, ja ke kërkuar një copë letre për shkollimin e vajzave, sepse shkollimi i vajzave nuk ka qenë në rrethonat e kohës në vitet 90-ta si të mos godë. Ama ka qenë një dhvale madhe në vitet 70 krejt me shku, kush ka mujt me shku, për tani për çka rrethonave. Të ka shqetësuar kjo kur i ke pa familjet që vajzat nuk po i çojnë shkollë dhe interesant ishte ai rrëfimi. So unë kur kam shku në viti me punu se me kanë urdhru regjimi këtu në Kosovë, me ka detyru me shku në viti se është një vend ka serbë dhe shqiptarë aty e përzim, edhe kam punu atje, edhe në fillim s'kam ditë, kur kam marrë vesh që familjet nuk janë të i qikat në shkollë të mesme, thatë, ku jam une, jam në Arabia, ku jam une? A unë mendova që jam në një vend që përdojnë më konë pjesë të Evropës, e mos me qika në shkollë të mesme, what is this? Like, çka? E kemi nisë me shku shpi në shpi, familje. Pse, ku janë arsyre që s'jeni tu qika? E ka pas plot arsyre të ndryshme. A po frigohem se mos po gjendo serb në autobus, a s'kemi pare për çka po du me hangër që dido. Shumë plot arsyre. E arsyre kryesore ka qenë sheftas. Arsyre ka qenë që papunësia ka qenë kaq e madhe, mos me hi në punë mas shkollë mesme të qikat, me bo atër duhet me bo anvise totale. So there's two types of wives, dy loj nuset kanë qenë që atëherë. Një loj që është intelektuale, do thot ka shku në shkollë, po punon, e tjetër anvise që nuk është i shkollum, edhe është krej tjetër forme njerëzit. Edhe ato nuk kanë dash me shku qikat në shkollë, edhe me najt në bank me djem, në qëse ka mu kanë anvise, e mos me punu. So this was very, very interesting. Shka ka qenë arsyre themelore. E tani kemi disa kanë thonë, ama një letër për Ibrahim Rugova që thot, qosh qikat në shkollë, edhe kam shku të Ibrahimi, thashe, ama një letër se qëto njërës nuk, edhe Ibrahim në ka dhanë një letër, edhe kemi shku në shpi, edhe ka nisë, edhe ka qenë një shpetim për shumë qikat që kemi punu që atë. Duke që je knaqën me ato çfarë ke arrit me... ma nuk kanë qenë krejt, ama kemi, e tani jam përzon. Gjys punës, 97-ën, gjys qatë punë me qikat jam përzon. Edhe nuk kemi mujt me që krejt qikat në shkollë. Bëjgi, disa kanë shku, edhe sot me pëdha, është shqyqyrë që ka mujt me shku në shkollë. Që që arsimin sot? Arsimi, si është për... Well, I don't know, ama ju krejt po kukasin për arsimin këtu. Unë qka po shof fmi që po njofune, e qka po shofune qka studiojnë, po më duket
mjaft në nivelin e Evropës, po në tjetër anë njerëz po thojnë, e kanë hi që ato mësuesit, jo me kvalifikime, po me njoftësie, edhe nuk janë mësuesit që duhet më kanë, po e njof në World Dance Kosovo, në grupe vallëtarëve që kam, janë në motion 4, 5, 6, edhe shumë kanë qenë mësuese ose janë mësuese, janë tepër me kvalitet, do të me like really good teachers, mu po më duket. So nuk jam të kuptu, edhe une punën tem është në Rwanda në Afrikë, do të unë jetoj në Kosovë se po du Kosovën edhe po du jetën këtu. Për mu është e përshtatshme total jetën këtu. Nuk jam të luftu për punë, jetoj në Social Security, do thot sigurim që kam pas për Amerikës, shumë skromno, shumë thjesht po jetoj, e muj me jetu me shumë pak pare, but nese, do thot unë nuk jam të luftu me jetu. Po puna ime hala që 13 vjetë është me Rwanda. Në Rwanda, për shembull, shumë pak njerëz kanë mundësi me shku në shkollë. Unë jam luftu tash, e kam 300 njerëz që janë në shkollë të mesën të fakultet, unë kam në Rwanda. Këtë vit duhet me gjetë $270,000 për qatë fëmijë me mujtë me qenë në shkollë, se kushton edhe shkolla fillore në Rwanda, në Afrikë. Edhe unë kam që përgjithësia me gjithë qatë pare, qëto vite gjithë qatë pare për qëto fëmijë, do thot për ato me shku në shkollë është një farë andër është me shku në shkollë. Me mujtë me shku në shkollë të mesme është në Afrikë është andër e njerëzve. Andër, nuk është automatikisht që shkon aty. So, e kam gjysmë aty 300 janë në fakultet tash. Do thot e kam, kur po pyetni ju për çështje shkollën në Kosovë, I'm not the best person, unë mendoj është mirë që krejt janë shkollum tash, po problemi është si në Amerikë, si në Kosovë, që kryhet fakultete s'ka punë. Njësoj është në Amerikë, kjo nuk është problemi Kosovës, kjo është problem në Amerikë, që është fenomen tash që njerëz nuk janë të shku në fakultet që s'kan çka me hinë punë masërej. So, ju jeni të krahësu gjithmonë ju me Evropën edhe, Kosova ka që varfër, s'kemi që to. Sepse ju jeni të krahësu vetin me vendet ma të zhvillum në këtë botë, the earth, do të Zvicër. Skandinavia është i parë në krejt bota për jetesë. Scandinavia, Finland, Sweden, Norvegji janë të parë në krejt botë. E ju keni shumë shqiptarë atje krahësojnë Kosova me Suedi, për shembull, ose me Zvicër, ose Austri. Mos harro që shumicën njerëzve në botë s'kan as ujë me pi, as buk me hongër, as shkollim me pas, as sigurim kur del prej shtëpisë. Kosova është në zemër të Evropës. I know, but nuk është në kontinente që prapë se prapë me probleme. I know, mirë është, po prapë se prapë prej nga jeni ardhë për 40 vjetë për shembull, është fenomen. Ndryshimi i madh thu. Është fenomen ju modernizimi që keni bo, por përveç në disa aspekte, për edukim nuk jam në gjendje me komentu, se nuk e di mjaft, por për shëndetësi, qatë spital, sistemi këtu shëndetësor është katastrofë, në disa aspekte shumë mirë. Unë kam shku të dentist, është fenomena, ma mirë se në Amerikë, dentist private. Më varet, po kur unë kam vizitu disa shoqe tash në spital, kam najt aty, edhe unë kam shku në spital tash, edhe kam thënë edhe disa interviste që kam bo, kur po hecësh prej spital, deri në shesh, në Prishtinë, edhe shef qatë gjami që janë të ndutu. Edhe njerëz me kanë kritiku shumë, thash, kush je ti me kritiku gjamin tonë? Edhe unë thash, qëre, ju bëni qka doni me fenë. A kristian, katolik, musliman, pa fe, qësh doni ju është gjendje personale komplet. Veç edhe u di që qatë pare vjen për Turqis, masovikisht për qatë gjami e malë që janë të ndutu. Veç, it's just an insult to the eyes. Unë nuk muj fizikisht me këshirë qatë gjami, sepse në krahasim me spital, gjami mundë një me bëshat dush, po me krahasu me gjendje në spital është kriminal, edhe nuk jam të kuptu
që sa vjetë që 26 vjetë që kanë hi tojt këtu, Amerika, Evropa kanë hi këtu, kanë dhanë pare sa dush, kanë dhanë këshill pa kufi, non-stop këshill, non-stop pare, halo keni gjendje shëndetësor nuk jam të kuptu. Të kanë kritiku për ato që ka thënë për xhami? Ja, shumë kam pas reagime. Ja, në Facebook. Urrejtje. Kush je ti me fol për edhe Amerikana, ma kush jam unë? Jam Amerikane, you know, I don't know, but për gjendje shëndetësore, edhe une si plak, inja, që jam po këtu, e kam vetëm qatë problem, më ndodhë diçka në shëndetësi, unë duhet me zgjedhë me najkë në Kosovë më këthu të djallin në New York, se aty është vetëm i sem pëse kisha lëshu Kosovën. Shëndetësia. Ja, në shosim po më ndodhë diçka që nuk shërohet këtu. Se ka shumë sende, shumë deget këtu janë shumë të anvendësum, shumë të bukura, a disa nuk janë, do thotë më varet, kam gjithmonë qatë bised me familjen tem, you know. E keni përmen Skënderbeun, Gjergj Kastriotin. E kam diçka me Skënderbej, I don't know. Qa më ndoni se më të lidhë me sjelljen e tina, I don't know, do që kam e lidhe dhe se unë jam prej ardhje familja ime, djali jem ka emnin e dytë është, edhe a është Berisha Veçneze, emnin e dytë është McIver, që është emni irlandez. Do thot, unë jam e lidhen edhe Scotland, Braveheart, yeah, William, gati njëtën situatë si Skënderbej, do thot unite the clans, edhe në Scotland ka qenë unite the clans, do thot unifiko klanet, solidaritet mes klaneve kundër anglezve. Edhe ata 500-800 vjetë hala i kanë problem, do thot 800 vjetë kanë hek prej anglezve, në Irland, në Scotland, edhe njëtën me Skënderbej kundër Otomanëve, me pas liri, duhet me bashku klanet, edhe s'kan mujt me bashku. Edhe une e kam thënë edhe disa herë dhe njerëz me kanë kritiku. Kush e ti Amerikanë me fol për kulturën tonë, për shtetin tonë në Kosovë, për nese po flas, mase që keni pyet. Edhe po thëm, çdo herë kur po festojnë ose ti lindjen e Skënderbejut, gjithçka po festohet. Me 6 maj, po. Me 6 maj për Skënderbejun, e festoni ju. Edhe une po më dhimet, se po mendojt kush jeni ju me festu Skënderbej, që jeni të i bo ana sjelte shka ka thënë Skënderbej. Kur kush ai krin ato manifestime, po përmendin, hajde qatë shpirt luftarake që ka pas Skënderbej, shpirt luftarake, është i vërtet. Po kur nuk ceket që ai ka qenë that was his idea me bashku klanet, ka qenë ideja ty ma fort. Dhe ka rritur t'i bashkoj i kam mbledhur princerit. Exactly. Dhe kam bajt shtetin për 20 disa vite. I know, but 20 disa vite s'kam jaftu. Po s'kam jaftu, ka rezistu ka mbrojt krishterimin këto, kundër Otomanëve, dhe pastaj ka ndodhur si ka ndodhur. Sot arbreshët në Itali e kanë mi mbajt traditën në jugun Italis, në se ata janë ardha aty në qatë periudhë. Po. Edhe gjuhën e nihet që është gjuhën e vjetër. Ardënorë Shqipe. E kombet kanë lindur me vonë, ju e dini. Kam vizituar atje, kam qenë aty. Të Arbresht, në Sicili dhe Kalabri. I ke parë katundet atje? E kam pa dhe kam përpiqe me fol shqip aty veç vërsia, ata flasin më ndryshe aty. E kanë rujt ata lidhen e gjakut, martesat, në katunde. Kisha atje është edhe absorbu me kulturën italian. Natyrisht, por 500 vite. 500 vite dhe përsëri e kanë konservua, kanë rujt. A din që është shumë interesant. Qa ke vërejt Arbreshet atje? Well, ajo ka qenë motis kam, që gjalli ka qenë i vogël, do thot 20 vjetë që kam qenë aty me një disa katune në mal aty në Arbri. Edhe ka një, tamam si shqiptar, po edhe ka qenë një moment shumë vështirë për shqiptar, ka qenë shumë refugjate aty, edhe shumë varfëria aty, po më duke kemi dash me hangër dark me do refugjate prej Shqipnis, edhe na kanë ofru tuna fish can, për krejt drejtë, s'kan pas qka tjetër me hangër, s'kan pas qka me hangër. Qatë moment kur kam qenë aty nese, po.
I ke parë emrat e rrugëve, Yeah, Skanderbeg, exactly, yeah, Jeronim exactly. Derada, Rilindas Jeton që e kanë frymzu gjithë kombin shqiptar. Kuptohet, e kanë Nënën bërë shumë. Shën Terezën. Yeah, exactly. Po këtë, I don't know, një farë ngrohtësi e kam ndaj Skanderbegut, po më lidhet edhe me kanuni, se një verë kam marrë këtu në vitet 80, edhe kam me një shok, që ka di gegni shumë mirë, kemi përkthy kanunin në anglisht. Krejt kanun, do thotë, unë kam përkthy prej A deri në Z në kanun, elektrokargjinit, në gegnisht. Gegnisht, në version geg, po. Yeah, exactly, and do thotë, kam hi shumë thella aty. E bashkë këtë kur kemi qenë një snitch të dilën tash, e kemi najnë qatë cool, edhe ata kanë folë për sullat, do thot amendments ose shtojtëse, do thot kur kanuni nuk ka përfshi krejt, veç disa sende themelore, kështu, po në isni që në shumë njohur për sullat që kanë bërë, do thot ato ligjet që kanuni nuk ka përfshi. The things they still needed, ligje që kanë, edhe kanë bledh, pletësie, katundit, edhe kemi folë shumë për procesin qysh kanë kriju që ato sullat që kanë bo. Edhe mu po më intereson shumë, qysh kanë regullu jetën qatë ko. Shumë po më intereson, hala sot. Sot Kosova vend i lirë, demokratik, vend ku ka shumë parti, po keni drejt sepse partitë politike sot po e mbajnë të blokuar Kosovën, nuk po bëjnë zgjedhje tazëm për temën e presidentit. Mbajtëm zgjedhje me 7 qershor dhe së shpejti pritet të formohet kuvendi, qeveria, ndoshta, mund ta zgjidhin, ndoshta, dhe temën e presidentit. Këtë thënien e Skanderbeut për solidaritet, se vetëm të bashkuar mund të jemi të fortë, politikanët duket që nuk e respektojnë. Yeah. I mean, njësoj kemi në Amerikë, do thënë, po thëmë, ku shëm unë Amerikanë, me thëmë për situarën në Kosovë, kur në Amerikë është shumë a keq tash. Do thënë, nuk jam të i thënë që ne kemi diçka në Amerikë, se ne kemi qenë si simbole demokracisë në botë, por edhe gjatë jetës tëm, kur jem rrit në Amerikë, ka qenë krejt më ndryshe. E shqyr ju, kur keni pas luft këtu, që Clintoni ka qenë kryetar. është fati i Zotit, që qatë moment Clintoni ka qenë kryetar. Se ku më di që ka kishtë dodhë me Kosovën në pasin qeter kryetar. Nuk dihet. Edhe sidomos që Madeleine Albright ka qenë më kryesor për që po flasim ne sot në Kosovën e Lirë, Madeleine Albright ka qenë më kryesor, se ajo familje were in the Holocaust në Gjermani, do të kanë përjetu... Me origjinë hebreje, po. Exactly, edhe ka përjetu Holocaust, edhe tani Madeleine Albright kanë përjetu që ka ndodhë në Bosna në vitet parë të 90 që ka ndodhë që Amerika nuk ka hi, e nuk ka, edhe është bo katastrofë total në Bosnia, edhe Madeleine Albright ka thënë Clintoni, nuk ka më ndodhë në Kosovë që ka ndodhë në Bosnia. Edhe plus në Rwanda, mos haro në vitin 90 në Rwanda ka qenë genocidë më në botë, do thotë 1 milion njerëz për 13 ditë janë ra. Edhe kërkus ka hi, kërkus nuk kanë hi më ndimu. Edhe me qatë trogat, në qatë moment, 99 ju, për fatë mirë, ju keni, like all these things came together, like Madeleine Albright was there, and Clinton, and Tony Blair, edhe ata kanë vendosë bashku që kemi me hi, me një to a sovereign country, do thëtë nuk kanë pas ligjore, nuk kanë pas drejt me ardhë me ju ndihmu. Edhe Nëna Terezë është takuar me Bill Clinton. Yeah, of course, edhe ajo ka kishte thënë Bill Clinton, birim, bëj diçka për Kosovën, bëj diçka për shkak që shqiptarët ishin të shtypur, po përballesh me Serbinë, me Miloševićit. Interesante që e përmene Madeleine Albright, të shqiptarët është në traditën tonë, ju e dini shumë mirë, zonja Gjenet, shtëpia shqiptarit është e Zotit dhe e mikut, është një thënie. Duket që shqiptarët gjatë luftës dytë botërore kanë mbrojtur shumë hebrej, shumë hebrej nga
nga nazifashtistët e kohës gjatë lutjes dy botërore. Vetmit hebrejt janë në territoret shqiptare që nuk janë paksuar, janë rritur, sepse janë shpëtuar, janë strehuar nga shqiptarët dhe duket kjo i ka mbajt raportet atë kujtesë edhe të Madeleine Albright, edhe të Bessie Clark, të Holbrook, të gjitha asaj strukture politike Ju keni kap imagjinatën edhe shpirtin, zemrën e atë njerëzve. Ju përfat mirë se kishten këtu sot Kosova, mos me pas çato krejt komponente që kemi përmend. Krejt kanë më një farë like a synthesis of those people, symbiosis, those people coming together at that moment. Për që ata jeni shpëtu. Cila është gjëja që të pëlqen më shumë të shqiptarët? Cilat janë? Cila është gjëja? Cila sjellje të pëlqen më shumë të shqiptarët? Sjellje? Po, cila gjë të pëlqen më shumë? Ajo është pyetje më vështirë. Because unë e di shumë e qartë e kam vesh është një djenje. Nuk është edhe djali jem. Description. Well, kur kemi qenë thash në New York, edhe unë më njëherë gravitojsha ka shqiptar. Edhe djali jem, it's like I po vren ku do t'jemi në New York, unë gravitoj ka shqiptar, unë e di më njëherë ku shon edhe gravitoj atje. I don't know, është një farë djenje që unë e kam me shqiptar, I don't know, nuk është diçka specifike, është një djenje, një farë lezet shpirtnore, muj me thonë, I don't know. Edhe kam, kanë shumë kokfortësie, shumë gjelozie, keni komponentet shumë të këqia në popull shqiptar. Në çdo popull ka gjelozie dhe kokfortësie, veç ju jeni të talentum shumë në qato aspekte. Shihet edhe në ana, personale, deri të ana politike. I do thot njerëz, shumë herë njerëz po thonë, çka kam, çka jam unë në këtë Kosovë, thash, wow, po befaqësohem kur njerëz një farë arrogancë që nuk është unë çka kam dash në Kosovë një farë modestie. Ju keni një farë modesti, po edhe brapa skene se keni qatë kokfortësie. So, është shumë i komplikuar shpirtin e kosovarëve, veç unë e di qatë shpirtin përpara që kam has kur kam jetu në Bregdili, kam jetu me një kojshi krejt katunar, përpara ka qenë ato the officials, politiqar ato me shumë pare, po mbrapa rrugës më brenda të kanë qenë krejt katunar. Në atë podrumin atë si Exactly, edhe ato kanë qenë njerëz like zoti shtëpis ku kam jetu me ato njerëz, edhe krejt kojshit. Ata like ari, like shpirti ari. E du që ato njerëz totalisht, komplet thell, edhe ata kanë... Të pa djallëzuar. Të pa djallëzuar, të pambushur me sherr, pa sherr. Yeah, exactly. Just so honest, shumë qartë, thjesht me zemër të madh. That shpirt më ka kap. Edhe halaj gjej që shpirtin. Ja. Tash nisni që me gratat e sidomos kemi najt aty dhe e kam një herë, si me pas njoft 50 vjet ato njerëz që kam taku qatë ditë. Edhe din që e di pse po bëj qëto interviste në televizion, se njerëz çka po të vynë, çka po delti në televizion. E di pse, se tash është një qildës për mu popullsisë e Kosovës, kur po hecën sheshe, jetoj afër sheshit. E kur hecë aty, njerëz po njofin. Shka pysin, po të njofin shumë? They say like, shumë po du programin tonë në KTV, ose falemderit, ose, I don't know, një farë grotësie jam në vetë shërbime, njerëz po më afrojnë, po më përshafojnë. Thash, wow, Po e ndjen një farë grotësie të njerëzve. Exactly, një njerëz po më shofin, edhe Facebook jam çdo ditë, se komunikoj çka po përjetoj në Kosovë, çdo ditë I'm sharing it every day. The postoj çdo ditë, çka po përjetoj në Kosovë. Aktive, po. Yeah, and so njerëz po mendojnë që po më njofin mu, edhe për mu, this suits me very well, që ajo po më shkon shumë bukur që se une po
Unë nuk jam njës private që pëndoj me mbrojt vetin edhe kështu me pas jetë private. Unë shumë po du njerëz e po du me kuptu çka po hekin e çka po përjetojnë në jetën tem, po më fascinojnë ton ditën shtodi, që ta që jarë këtu me taksisë, e di prej kujtësh, prej gruje, prej pse po jetojnë hala në Chicago, bla da 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 da, e një krejt jetën e qatë taksisë. Okay. So it's like, I don't know, që ato intervjishe që boj, po më lidhen me njërë shqiptarë. Tash po të lidhin ma shumë. Ja, absolut, për që ta, po dole, po jap kohën me bo që to intervjishe. Sot shqiptarët e vitit 2026, për ju si antropologe, a janë të hapur ndaj kulturave të huaja? Oh, well, that depends. Shumë është e theksum në Kosovë që nuk jeni të vetëdijshëm për qera kultura që janë, ndoshta në Evropë jeni shumë vetëdijshëm, a për qera që ka po ndodhet në përkrejt bota nuk ka shumë, nese për Palestinë jeni shumë, krejt po din që ka po ndodhet Palestinë, Gaza, Lebanon, Iran, që ka po ndodhet. Po në tjera vene, ju nuk keni shumë koreshqe, për mu që ashtu po më... Pse ndodhë kjo si pas jush? Well, ju keni pas eksistencën pyqe, që sot qindra vjetë ka qenë, a munimi me eksistu me përjetu si popull. Shqiptar, a keni me përjetu, a keni me zhduk. A kemi me zhduk. Do dhe kuptohet që jeni koncentruar, jeni në vendet vogël. Në Amerikë shumë ndryshi. Në kushin tem në Amerikë, për shembull, keni ushqim kineze, meksikan, India, Egjipt. Kam qanë disa herë në Shtetet Bashkuara. Edhe ju dini, shumë krejt botë është. Diversiteti kulturor është gjëja ma me vlerë, është shumë me vlerë atje. Prandaj po them, janë shqiptarët sot hapur për diversitet kulturor. Cilat kultura si pas jush i pranojnë më shumë, cilat janë më hëzitus? Nuk po shoh që nuk janë interesuar fort. Nuk jeni interesuar, për shembull, unë World Dance, 3 herë në javë jap World Dance Kosovo, do të valën botnor, edhe çdo net e kemi valët të Kosovës, të Shqipënisë, po edhe të Greqisë, Rumani, Bullgari, Itali, Irland, Belgji, do thot Indie, Pram kemi valzu valët Afrikës. Edhe gratë tash janë mësu, me pas që me një qatë muzikë, sa bukur Afrika, Jug të Amerikë, salsa, samba, Brazil, wow, edhe valët Egjipt, Tunisia, do thot, ata tash janë, kemi qelë një farë kureshqe, një farë djeni për që ato tjere kulturë. A për ndryshe, unë nuk shoh që shqiptarë janë shumë interesuar për... Ta zënë për martesa me tjertë, nuk janë shumë të hapur. Well, now, unë shumë interesant. Po thëmë kolektivisht kështu, si shumë, nuk janë që e duar të rëkasin një martesë shumë me... Well, edhe botësohet ta shumë, se para disa vjetë, kur kam fo me krejt shok të mirë që janë shqiptarë në Evropë, jo, baba s'po dënë, kur kush me jetu, duhet më kanë, unë duhet me jetu, pa tjetër me martumi shqiptar, ka qenë i domës doshme, ka qenë repsh për para. Tash është lëshu shumë që ato vitet fundit. Mu po më duke që dje, jem taku me disa që po djali, që nisnit, djali jem është martu për Gjerman. Sa po dujmë qëtë Gjerman. Po vjen katun, po knaqmi bukur, edhe atë, wow, okay, po më duke që butsohet shumë qatë para gjykimit që ka qenë për para, tash butsohet. Edhe aty, po tani është problem me bajt gjuhën, me bajt kulturën, me bajt qatë kulturën e vjetër. Për qëta e kam këtë program në KTV, dilave në Bramja është, qëto javë... I përgëzoj për atë punë, për një program të shkëllqyshëm kulturor. Thank you, është vështirë, nuk është letë me bo, se duhet me shku me për Kosovën, me mbledhe, me përpunu që ato, nuk është letë, po unë jam dediku me përkujtu shqiptar që nuk është vetëm folklor modern, kongët që kanë pas pram në shesh. This is modern. Kënga jonë, po. Bukur është shumë, po mos harrot rajet tuat, edhe kur martohet me dikën për tjetër kulturë, kuptohet, this is, duhet me luftu, me prezervu, edhe ani po shkoni në Kosovë 2 javë verës, edhe nipat po knaqë, sa po dojnë ato nipat tonë kur vinë në Kosovë, në katune, po luajnë me fëmijë, bla, bla, bla.
ani mirë, për kërkus po donë me jetë, kërkus ka me jetu këtu. Kanë me najtë në Gjermani, në qofë se janë eduku në Gjermani, ato fëmijë tash që janë në Austri, Gjermanisht po mësojnë, kërkus ka shumë pak njerëz kanë me u kthy në Kosovë me jetu këtu. Edhe mu po më dhimet shumë, se kanë bo edukim aty dhe duhet me kthy këtu në Kosovë me kriju një Kosovë ma të fort, ma racionale, me mendjen si... Open-minded, ma liberale. A është Kosova liberale sot? These are hard questions, man. Nga ajo që është, nga mënyra sjelljes së njerëzve, nga... A është Kosova liberale ashtu? Liberal. You know... Liberale është, sepse ka është vend demokratik, pa është liberale Right, edhe në shumë aspekte jeni liberal, po në shumë aspekte edhe konservativ ndaj mënyrë jetësore, në varë prej generatës shumë. It's very different. Nuk muj me generalizu, se njerëz prej... Në cilin aspekt jemi me pak liberal, ma konservativ? Në varë ku shkon. Ama nuk shumicë njerëzve në për qytetet e Kosovës ndoshta, në qoftë nuk kanë farfis kushëri që jetojnë katun dikën larg, nuk janë vetëdijshëm ç'ish po ndodhet. Unë jam shumë shpesh po shkojnë katune që nuk sheh asnjë femër. Asnjë femër nuk shet në cukakën e katunit, you know, asnjë femër nuk sheh. Because janë krejnë brenda 4 murave si përpara, si gjithmonë. Baseri në telefon. Exactly, and the telephone is... Masoviteti. You know, kjo është probleme e krejt botës, kuptohet. Amerika ka shumë. Çdo vend në botë ka problem se njerëz janë humbë në telefon. Kuptohet, edhe unë më kanë fëmijë tash. Kam bisedu sot me motrën tem në Amerikë, kemi folur shumë për çfarë. Oh, what if we had telephones when we were little? Me pas pa telefon kur kemi qenë you know, fëmijë. Fantazia tonë që kemi bo me imagjinat, në për rrugat, me fshokt, me, you know, ne kishim qenë këtu në qatë telefon, you know, është krejt tjetër mentalitet. Plus, artificial intelligence, AI, shumë rënie këtu në Kosovë janë të hi në fakultet, janë të mësu AI, edhe ato fëmijë tash kanë me jetu në tjetër botë, si ju, si une. AI ka me transformu krejt botë, tash, shpejt. Like shpejt, për 5 vjetë. Jo, mas një, kur i kemi dek, por tash. Transformimi madh. It's huge, it's huge. Dhe ka me pas dikim në krejt botë. Për qëta, we would say in English, I'm an apologist for the past. Ka do thot, unë hala e kam qatë, di qysh e kam qatë djenje qysh ka qenë kulture pastër shqiptarve, qysh ka qenë edhe e du, edhe e ni, edhe shpresoj që nuk zhduket. Ju keni tash festival, it's incredible, festival në për krejt Kosovë, krejt Balkani, keni festival qëto javë tash. Atë pengojnë për shembull këtë fetar, si ka qenë feja në vitet 80-90. Atë pengon kjo gjë në Kosovë sot? Lëviz ka do në Kosovë, të pengon? This is a delicate question. Njerëz munden me bo që ka dojnë, me fejen. Unë gjithmonë po push njerëz që janë shumë fetar. Mos po të vjen interesant që katoliket po mendojnë që Zoti ka thënë kështu, duhesh me jetu, duhet me besu, duhet me qëndru. Katolik po thënë kështu, musliman po thënë kështu, hindu po thot kështu, jevret po thënë qështu diçka tjetër. A mos vjen interesant që krejt kanë diçka një fjalë tjetër prej Zotit? Në qoftë se është një Zot, edhe ai ka saktu një tjetër, krejt tjetër sen, parajs, përshkruhet krejt më ndryshe për secili fejen, mos vjen interesant që ajo. Edhe ato po thënë, po e di, po Catholicism është i vërtet, ose Islam është i vërtet. Thash, okay, you know, që doni me... Mu po më intereson vetëm sende që bojnë njerëz me vujt. Në qoftë se njerëz po vujnë, në qoftë se ato gratë me shami jetojnë... E kam një shoqë shumë ngushtë me shami, edhe ka jetë shumë të mirë, edhe ajo ka vendosur për vetin me xhami edhe me jetu një jetë religjioze në Gjermani. Edhe unë kam shumë respekt ndaj kësaj. Ajo e gjen vetit afër Zotit me çat xhami. Edhe do thot ka
jetë e mirë, e lumtur, me shumë dashuri në familjes. Vetëm po më pengon qose njerëz po vujnë, edhe nuk realizojnë jetën e vetit edhe jetën e familjes, nuk e realizojnë për shkak të shamis ose diçka tjetër. Then unë po më intereson njerëz, to find solutions for the suffering of people, do thot me zgjidhje kur njerëz janë të i vujt. E nëse vujtja është prej fejes, aty e ke problem. A për ndryshe bëjnë çka dojnë. Si antropologe, ke pa këtë sjellje të shqiptarët pas vitit 1999 këtej? Si ke pa? U dhanë shqiptarët ma shumë për fe pas shtirimit? Edhe nuk po kuptoj. Kur jam marrë këtu para disa vjet, s'kam qenë një moti. U ekspozuan me shumë sill. Edhe kur jam marrë këtu e kam pa gratë me shami deri të gju, deri të tokë. Me qatë, havale, kështu. Thash, a janë turiste, a janë prej Siri? Për kujt janë ato gratë? Në Katun, sidomos në Katun. Edhe tash shihet në shesh. Edhe kur jam marrë për herë të parë, mas sa vjet, para disa vjet jam marrë edhe thash, who are these people? Kush janë qëto njerëz? Nuk kam besu që janë shqiptarë, nuk kam mujt me besu që, se kur kam qenë une, ka qenë shami, tash është influencer e madhe, edhe nuk jam të kuptu. Me sa njerëz kam bisedu për këtë fenomen, gjithmonë. Çfarë i thu? Well, po thojnë që po paguhet, ose prej Saudi, po paguhet, ose diçka, që nuk jam bash të besu, se nuk, I don't know, është shumë e komplikuar. Tash kemi qenë Eleshan, një vend shumë hantelezit, një vend mjaft religjioze, edhe kam najt me një grup femnave, krejt me shami, krejt me fejen, edhe sa hapër kanë qenë, edhe kanë ardhë në koncert, na kanë pa, na kanë uru, edhe jemi knaqës bashku. Ata kanë interes të fort për jetën, për botën. Do thot, veç jetojnë shumë në Zot. Nuk muj me generalizu edhe me thonë është keqa mirë, veç jam befashtu fort, edhe nuk jam të kuptu pse është theksun ka shumë. Kur po shof, në shesh gjithmonë po thonë, really? I don't know. Shumë sene në Kosovë janë kaq komplikuar dhe nuk muj me kuptu plotësisht. Interesante, e fundit është përmendur në Rrugovën, përvojën që ke pas me Rrugovën në vitet 90 kur I love him. Ai ta ka dhënë një copë letre për t'i shkollu vajzat, që po bashin në shtëpi të pa shkolluara. Në kohë luftës ishte edhe Zoti Hashim Thaçi, drejtor i drejtorisë politike në atë kohë. Po drejtonte negociatat Rambujes bashkë me Zotin Rrugova. Zoti Thaçi ishte në krye. Sot Zoti Thaçi është në gjykatë Hagës, atje në pritje. Si e keni parë, nëse bëm pak një opinion? I don't know. Nuk kam studiu, nuk jam, nuk po di, nuk jam në gjendje me thonë diçka opinionin, veç kuptohet që me mendu që ma sa vjet hala nuk mundit me hec për pare jetën e ti, ose jetën njerëz rreth këti. Ato ka qenë moti, popullësia, shoqëria duhet me shku përpare. Unë jam gjithmonë të i thanë mos me haru ato sendet vjetër, anë tjetër anë, ju duhet me shku përpare dhe me bo një shoqëri ma racionale. A është e pa drejt kjo që po i ndodhë Kosovës me gjykatën speciale? Kuptohet po. Për çdo njëri që unë gjithmonë po mendoj është me lanë kaluarën ato sendet të këqia edhe genocide, krejt që ka ndodhë me lanë ku ka qenë edhe me shku për pare edhe me investu në këtë vend me ma shumë liri, ma shumë solidaritet edhe një vend racionale kur njerëz mundë me gjithë punë edhe mundë me pas pagë të mu mjaftushëm, pensioni mjaftushëm ku punon spitali, që ato sende po më interesojnë ma shumë. Falenderoj shumë. Well, thank you. Pyqit shumë në vend edhe ishte knasi. Mjaft vështirë. Falenderit shumë për kohën, zonë Agjen. Thank you so much. Thank you so much.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.